Dita botërore e lirisë së medias është një kujtesë për rëndësinë shoqërore dhe kontributin e gazetarisë profesionale dhe mediave të lira në ruajtjen e demokracisë, kontrollin e pushtetit dhe dhënien e zërit atyre që nuk kanë fuqi, thuhet në një njoftim nga Instituti për Media i Malit të Zi. Në të njëjtën kohë, siç thuhet, kjo ditë është një kujtesë për pushtetin se duhet të garantojë një ambient të sigurt pune, autonomi redaksionale dhe të gazetarëve. Jemi dëshmitar se gazetarët dhe gazetaret në Mal të Zi përballen me përpjekje gjithnjë më të mëdha në presione politike, ekonomike dhe institucionale, me kushte të këqija socio-ekonomike dhe mungesën në një kontrate kolektive. Vetëm në 2 muajt e fundit, disa kolegtan janë përballur me ndjekje institucionale për shkak të gjykimeve të tyre personale, kërcënime me vdekje, censur, ndërsa ofendimet dhe kërcënimet verbale janë të përditshme. Fatkeqësisht këto dukuri janë më të përhapura se sa çfarë raportojnë gazetarët, thuhet në njoftim. Instituti shpreh shqetësim për mungesën e reagimit adekuat redaksional dhe të mbrojtjes së gazetarëve në disa media përballë presioneve dhe kërcënimeve të hapura nga qendra të ndryshme të pushtetit. Redaktorët janë rojtarët e portës në mbrojtje të interesit publik dhe autonomisë së medias, thuhet nga Instituti për Media i Malit të Zi. Sulmet nuk po paksohen dhe vetëm në 3 vitet e fundit, organizatat profesionale kanë regjistruar 54 sulme ndaj gazetarëve dhe një rritje të sulmeve online, kërcënimeve dhe ngacmimeve, veçanërisht ndaj gazetarëve. Të gjitha këto ndikojnë në rënjen e standardeve profesionale, në autocensur dhe ndikojnë drejt për drejt në rënjen e besimit tek media, në një kohë kur vlerat demokratike janë në provë dhe kur mediat besnike të qytetarëve dhe interesit publik janë më të nevojshme së kur për ruajtjen e këtyre vlerave. Instituti për Media i shpreh nderim të gjithë kolegëve dhe kolegeve që me guxim dhe përkushtim mbrojnë integritetin personal dhe të profesionit. U bën thirrje qytetarëve të mbështesin gazetarinë e përgjegjshme dhe profesionale, ndërsa pushtetit dhe institucioneve përgjegjëse t'u sigurojnë gazetarëve mundësinë që të punojnë lirshëm dhe pa frikë, përfundon deklarata e institutit. Liria e medias vazhdon të jetë rrezikuar nga presionet politike, sulmet e pasbardhura ndaj gazetarëve si dhe presionet ekonomike, thuhet në raportin e reporterëve pa kufi. Sipas raportit, Mali i Zi ka përparuar për 3 vende në renditjen globale për lirinë e medias dhe aktualisht ndodhet në vendin e 37 nga 180 shtete. Në dokumentet thuhet se një vit më parë, Mali i Zi ishte në vendin e 40. Liria e medias në Mal të Zi në raportin e fundit të reporterëve pa kufi është klasifikuar në zonën e verdhë, domethënë e kënaqshme. Sa i përket vendeve të rajonit, më së miri është renditur Slovenia, pastaj Maqedonia e Veriut, Kroacia, Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina si dhe Serbia, përkundër një numri të vogël të banorëve, 620.000. Mali i Zi ka 10 media të regjistruara, përfshirë disa gazeta ditore, kanale televizive kombëtare, private dhe publike, si dhe një agjenci lajmesh. 3 nga 5 rrjete televizive me mbulim kombëtar janë pjesërisht ose plotësisht në pronësi të huaj, kryesisht nga kompani të serbisë së fqinje, thuhet në raport. Në Mal të Zi, liria e shprehjes është e garantuar dhe shpifja është dekriminalizuar, por me gjithë disa ndryshime ligjore në vitet e fundit, ende ekzistojnë boshllëqe në kornizën ligjore sa i përket qasjes së lirë në informacione me interes publik dhe mbrojtjes së konfidencialitetit të burimeve. Për këtë arsye, pavarësia e mediave nuk është mbrojtur sa duhet nga presionet politike dhe ekonomike, thuhet nga raporterët pa kufi. Shoqëria malazeze, thuhet në raport, karakterizohet nga ndarje të thella etnike, fetare dhe politike, me një kulturë politike autoritare të trashëguar nga e kaluara. Brenda një ambienti të tillë, shpeshherë akuzohen mediat se punojnë për interesa të huaja dhe se tradhtojnë kombin apo kishën, shkruan në raportin e RPK-s. Thuhet gjithashtu se pothuajse të gjitha sulmet ndaj gazetarëve nga vitet e fundit janë zgjidhur, por shumë raste të mëhershme ende mbesin të pasbardhura. Një shembull është vrasja e kryeredaktorit të gazetës Dan, Dushko Jovanović, në vitin 2004, si dhe përpjekja për vrasjen e gazetares ulëmtuese Olivera Llakić në vitin 2018. Gazetarët janë rregullisht në shënjestër të fushatave të shpifjeve të nxitura nga politikanët, si të pushtetit ashtu dhe të opozitës, thuhet në dokument, ndërsa Mali i Zi përpiqet të bëhet antare e BE-s, koalicioni qeverisës që mori pushtetin në vitin 2023, sipas raportit,
ka harmonizuar legjislacionin kombëtar me standardet evropiane. Mirëpo janë rishfaqur dyshime për përpjekjet e qeverisë që të ndikojnë në pavarësinë e transmetuesit publik, radio-televizionit të Malit të Zi. Shumica parlamentare ka miratuar një ligj të ri që i mundëson drejtorit të përgjithshëm të qëndrojë në detyrë, pavarësisht disa vendimeve gjyqësore që shpallin emërimin e tij të paligjshëm, vlerësojnë raporterët pa kufij. Ata shprehin shqetësimin se pronarët e huaj të disa mediave mund të ndikojnë në politikën redaksionale në favor të interesave të vendeve të tjera, si Serbia dhe aktorëve të saj politik.